Kemi kaluar në këndin tjetër të studios së lajmeve, do të vijojmë të bisedojmë për çështje që kanë të bëjnë me politikën, por më tepërpar nga pikpamja ligjore, të gjitha betejat e opozitës, ndërkohë që opozita po vazhdon, Partia Demokratike po vazhdon procesin e saj të zgjedhjeve. Gjithsesi, unë sot do të bisedoj në hapësirën e intervistës me zotin Elvis Bardhi, është këshilltari ligjor i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mirë se erdhe zoti Bardhi. Do t'i referohemi pikërisht betejave të Partisë Demokratike edhe të opozitës në parlament, duke marrë parasysh që në një farë mënyrë kanë mbetur pak në hije, por ato vazhdojnë apo jo? Në kërkesa për ngritjen e një komisioni hetimor që do të hetojë gjitha emërimet në administratë, besoj është akoma një kërkesë e Partisë Demokratike. Në çfarë jemi tani? Faleminderit për ftesën. Kërkesa për ngritjen e një komisioni hetimor për të hetuar lishmërinë e emërimeve në administratën publike nga shtatori vitit 2013 deri aktualisht është depozituar para 2 javësh në kuvend. Në mënyrë antikushtetuese, mazhoranca të enden në seancën e kaluar vendosi ndryshimin e objektit dhe shtrirjen e periudhës së hetimit që nga viti 2009. Sigurisht që Partia Demokratike nuk ka asnjë problem për faktin që një parti politike apo një deputet i caktuar për grupim deputetësh kërkojnë të hetojnë mënyrën se si ka qeverisur Partia Demokratike përpara 4 viteve apo përpara 8 viteve. Nuk është ky problemi jonë, ne kemi pasur një qeverisje transparente, kemi qenë të hapur ndaj çdo hetimi dhe kontrolli parlamentar gjatë periudhës kur ne kemi qenë në qeveri, por komisionet hetimore nuk janë që mazhoranca të kontrollojë qeverinë, janë që opozita të kontrollojë qeverinë, që do thotë mënyra se si nga 2009 deri në 2013 janë bërë emërimet në administratën publike mund të kishte qenë objekt i një hetimi parlamentar gjatë kësaj periudhe. Pra opozita e atëhershme në vend që t'i binte bilbilave në kuvend, mund të kishte kryer funksionet e veta kushtetuese, misionet e vet kushtetuese, të kishte kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore për të hetuar mazhorancën e asaj kohe. Tani jemi në pjesën që ne jemi duke kryer misionin ton kushtetues. Një opozit parlamentare në një shtet demokratik ka 2 mënyra të bërjes opozit. Së pari nëpërmjet bërjes së oponencës së sjelljes qeverisë, qoftë nëpërmjet shqyrtimit të akteve të saj ligjore që sjell në kuvend, qoftë nëpërmjet veprimeve që ndërmerr qeveria çdo ditë, kjo në përmbushjet misionit ton për të mbrojtur interesin publik. Pra jo për të mbrojtur opozitën, por për të mbrojtur interesin publik. Dhe misioni i dytë që ka një opozit konstruktive parlamentare është të hetojë në mënyrë institucionale sjelljen e ekzekutivit. Është detyrë e opozitës të hetojë sjelljen e ekzekutivit. Ne jemi në një pikë ku kjo mazhorancë ka frikë nga hetimi parlamentar, sepse faktet flasin për një sjellje tërësisht antiligjore të gradimit në pozicione publike të larta të personave me prapavi kriminale. Sigurisht kemi dhe persona me prapavi politike, po kjo është një çështje tjetër. Ne jemi të shqetësuar për emërimet e personave me precedent të rënd penal në funksione të rëndësishme shtetërore. Tani që mazhoranca e ka marrë këtë vendim, po themi me fuqinë e votave që ka në parlament, edhe në një farë mënyrë komisioni është miratuar që do të hetojë nga 2009 e këtej. Cili është qëndrimi që do të mbajë opozita e Partia Demokratike? Qëndrimin ne kemi bërë publik me shkrim jemi drejtuar kryetarit kuvendit dhe gjithë kryetarëve të grupeve parlamentare për t'i bërë me dije se ne nuk e pranojmë zgjatjen e afatit të hetimit që nga 2009. I kemi kërkuar mazhorancës që nëse don, ajo është e lirë të ngrejë një komision tjetër hetimor për të hetuar lishmërinë e emërimeve nga viti 2009 deri në 2013. Jurisprudenca e gjykatës kushtetuese dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk i lejon mazhorancave parlamentare t'i diktojnë opozitës objektin e hetimit. Është e drejta jonë të kërkojmë atë që ne duam të hetojmë. Nëse dikush, pra mazhoranca, na thotë do vini të hetoni, ne do t'ju lejojmë të hetojmë, ndërkohë që nuk e kanë këtë të drejtë për na lejuar apo jo. Por ju do të hetoni atë që duam ne dhe jo atë që doni ju, sigurisht që ne këtu nuk jemi në ushtrim të drejtave të opozitës. Jo tamam atë që duam ne dhe atë që nuk doni ju, po atë që doni ju, atë që duam edhe ne. Atë që duan ata mund ta hetojnë në një komision të veçantë. Po kishte sens? Absolutisht. Absolutisht po, sepse kërkesa jonë është për të hetuar ekzekutivin. Ne nuk mund të bëjmë kërkesë për të hetuar veten tonë. Është absurde.
që një forcë politike apo një grupim i caktuar politik brenda kuvendit kërkojë të hetojë veten. Ne nuk mund të kërkojmë të hetojmë veten. Nëse grupimi tjetër që është përballë nesh kërkon të hetojë mënyrën se si kemi qeverisur ne, megjithëse kjo tashmë i përket të shkuarës dhe nuk është më pjesë e të sotmes shqiptarëve, Partia Demokratike ka qeverisur mirë apo keq, sot është në opozit dhe nuk ka më sens që ne të merremi se si ka qeverisur Partia Demokratike. Interesi shqiptarëve është për të parë si po qeveris sot Partia Socialiste. Dhe ne përcjellim zërin e tyre për të parë se si po qeveris Partia Socialiste. Do thelb nga pikpamja ligjore, komisionet hetimore parlamentare shërbejnë për këtë gjë, apo jo, zoti? Absolutisht po. Janë një instrument i opozitës për të kontrolluar majorancën apo të parlamentit për të kontrolluar qeverinë? Instrument ekskluziv i opozitës për të hetuar majorancën. Jo majorancën, por qeverinë dhe sjelljen e organeve shtetërore. Këtë nuk e themi ne, këtë e thot vendimet të tëra disa vendimet të gjykatës kushtetuese. Më i fundit ishte vendimi numër 30 i 2014-s, i cili referuar edhe eksperiencave ndërkombëtare, dy nga gjykatave më të rëndësishme kushtetuese në Europë, gjykatës gjermane dhe gjykatës italiane, të cilat flasin për ekskluzivitet të opozitës për hetim parlamentar. Nuk ka sens në një sistem demokratik ku partitë politike diktojnë përbërjen e kuvendit, sikundër diktojnë dhe përbërjen e ekzekutivit, që mund të themi majoranca parlamentare është e njëjtë me ekzekutivin, që ne të kemi hetim të majorancës për ekzekutivin. Janë e njëjta gjë. Dhe fakti që kjo është një fars, një hetim i tillë është një fars, e provoi edhe komisioni i Felaj, i cili pa bërë asnjë hetim doli në raport përfundimtar. Askush nuk pa kur u bë hetimi, si u hetua dhe kush u hetua, dhe patëm një konkluzion që qeveria është e shkëlqyer dhe fajin e ka qeveria e kaluar. Prandaj dhe themi që instrumenti është për opozitën, që të kemi hetim real. E kuptoj. Megjithatë, kjo mund të quhet fare mirë një situatë e mbyllur, se nuk besoj që Partia Demokratike, pavarësisht se s'ka marrë vendim, do të pranojë të jetë pjesë e këtij komisioni. Do ta lërë më njanë këtë histori, apo do të vazhdoj të insistoj për ngritjen e një komisioni me atë hapësirë që ju keni kërkuar për të hetuar? Sigurisht që ne nuk do ta lëmë më njanë, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për respektimin e drejtave të opozitës. Opozita bën kërkesë për komision hetimor, jo për të mbrojtur interesat e veta, por për të mbrojtur interesat e qytetarëve shqiptar. Nuk e kemi ne qëllimin në vetvete hetimin parlamentar. Hetim parlamentar ne e ndërmarrim sa herë që të çmojmë se po cënohet interesi publik. Dhe në rastin konkret ne të çmojmë se është cënuar interesi publik. Kriminalizimi i shtetit sigurisht që dëmton shoqërinë shqiptare. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi kërkuar këtë komision hetimor. Betejë sigurisht nuk është e mbyllur, ne do të ndjekim të gjitha rrugët institucionale, demokratike dhe të gjitha ato mundësi ligjore që na lejon kushtetuta e vendit. Vendimin e majorancës për ta bërë komisionin hetimor me afat shtrirje deri në 2009 mund ta çoni ligjërisht në gjykatë kushtetuese? Absolutisht po, janë gjitha hapësirat ligjore dhe kushtetuese që opozita t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të sankcionuar dhe njëherë atë që e ka thënë në fakt vetëm para një muaji, që majoranca nuk mund t'i diktoj objektin e hetimit opozitës. E ka thënë gjykata kushtetuese në një çështje tjetër, ato të hetimit serverit, vjedhjes së serverit tatimit, me sa duket majoranca nuk i lexon vendimet e gjykatës kushtetuese, është e vendosur për të mos i respektuar ato dhe kërkon një vendim tjetër të gjykatës kushtetuese që të shprehet shprehimisht për çështjen e këtij komisioni hetimor të fundit. Gjatë gjithë kësaj periudhe, sidomos gjatë muajve të fundit, zoti Bardhi, janë bërë kërkesa për ngritjen e një numri po themi të konsiderueshëm komisionesh hetimore, nga këto deri tani asnjë komision hetimor nuk ka arritur të ngrihet dhe nuk ka arritur të justifikoj të paktën edhe gjithë zhurmën politike e mediatike që është bërë nga palët politike në lidhje me këto komisione hetimore apo në lidhje me bazën e kërkesës që ato kanë pasur për të hetuar. A ja vlen më, a janë delegjitimuar komisionet hetimore parlamentare, sidomos vitet e fundit në Parlamentin Shqiptar? Unë nuk mendoj që janë delegjitimuar. Komisionet parlamentare hetimore janë mekanizëm kontrolli parlamentar dhe një nga funksionet thelbësore të kuvendit Shqipërisë, që nga shtatori 2013 deri më sot Partia Demokratike ka depozituar gjithsej 4 kërkesa për ngritje të komisioneve hetimore, nga këto është pranuar vetëm një kërkesë, ajo për hetimin e lishmërisë së lëvizjeve të burimeve njerëzore, një komision i cili e ka përmbyllur veprimtarinë e tij, një veprimtari të suksesshme, ku provua me fakte dhe prova ajo që Partia Demokratike ka thënë dhe vazhdon të thotë pre muaj që kemi një
ulljet performancës policisë shtetit, kemi zëvendësimin e profesionistëve me militantë dhe shkeljet ligjit në mënyrë masive gjatë emrimeve dhe largimeve në policinë e shtetit. Ndërkohë që besoj këtë javë duhet që Kuvendi marrë vendim për ngritjen e Komisionit Hetimor për vjedhjen e serverit tatimeve në zbatim të vendimit gjykatës kushtetuese. Atë çështje ne çuam në gjykatë kushtetuese dhe unanimisht 9 vota pro dhe asnjë vot kundër, gjykata kushtetuese vendosi që Komisioni Hetimor, pra e drejta e opozitës, duhet respektohet dhe Komisioni Hetimor duhet ngrihet. Ka një tendencë mazhorancës gjatë këtyre 2 javëve për ta zvarritur çështjen. Në fakt, e mira e tyre do të ishte ta ngrinin menjëherë komisionin për treguar vullnetin që pavarësisht se gabuan janë për të respektuar kushtetutën. Ka 2 javë që e zvarrisin, besoj se brenda kësaj jave ky komision duhet të ngrihet dhe çështja do të hetohet nga Kuvendi ashtu siç ka kërkuar Partia Demokratike. Dhe 2 komisionet e fundit, ky për emërimet në administratë dhe është komisioni për fenomenin e trafikut të drogës, i cili gjithashtu rrëzua në mënyrë antikushtetuese nga mazhoranca e sotme. Dhe për këtë çështje besoj se ne duhet i drejtohemi gjykatës kushtetuese, sepse në një shtet demokratik ne nuk kemi rrugë tjetër, ne nuk mund të zhbëjmë vendimet e Kuvendit, rruga e vetme që ka opozita është që nëpërmjet kushtetutës ti drejtohet gjykatës kushtetuese. Betemi pak tek ai komision që juve ngritët edhe që ju e konsideruat të suksesshëm me raporte që vërtetojnë në një farë mënyre akuzat e ngritura nga opozita kundrejt qeverisjes. Çfarë thot ligji për raportet e komisioneve hetimore, zoti Bardhi? Çfarë ndodh më pas me to? Për çfarë vlen ato më pas, përveçse për luftën, për vazhdimsinë e luftës politike dhe për argumenta që do të përdoren sigurisht politikisht nga njëra palë apo nga pala tjetër? Sot e kësaj dite, për çfarë kanë vlejtur? Çfarë keni bërë me këto raporte? Sigurisht që opozita ka prodhuar raportin e saj, mazhoranca në mënyrë të habitshme pa kundërshtuar raportin e kryetarit komisionit që i përkiste opozitës, ka hartuar një raport alternativ. Të 2 raportet janë miratuar, njëri si mendimi shumicës dhe tjetri si mendimi pakicës nga Kuvendi i Shqipërisë. Përputheshin raportet me njëri tjetrin? Katërcipërisht kundërt? Nuk përputheshin për një arsye shumë të thjeshtë që ne kishim hetuar atë për cilin na kishte ngarkuar Kuvendi, pra në raportin ton ishim shprehur për emrimet, ashtu siç thonte vendimi i Kuvendit, për emrimet nga shtatori 2013 deri në janar 2014, ndërkohë që mazhoranca kishte marrë deklaratat e Ministrisë Brendshme dhe i kishte përfshirë në raportin e vet. Aq që shara kishte raporti i tyre, saqë shpesh në terma kishin harruar të ndryshonin edhe termin ne besojmë apo ne mendojmë që ishin shprehje të Ministrisë së Brendshme. Pra kishte marrë deklaratat e shtypit të Ministrisë Brendshme dhe kishte futur në raport. Për ne, ai raport nuk ka asnjë pikë vlere, sepse nuk ka hetuar dhe nuk ka faktuar asgjë për cilën ishte ngarkuar Komisioni Hetimor. Ndryshe nga ky raport, raporti i prodhuar nga opozita ka marrë në analizë të gjitha të dhënat, faktet, provat e sjellja nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Aty janë provuar emrime në nivelet larta të policisë të njerëzve të lidhur me botën e krimit. Kjo jo se është nga opozita, por është nga raporte të sjellja nga vetë Ministria e Brendshme. Sikundër, në gjitha postet e larta, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, zëvendës drejtorët e përgjithshëm dhe gjithë hierarkia drejtuese e policisë shtetit, sot mbajnë pozicione që sipas ligjit janë të papajtueshme, qoftë me eksperiencën e tyre profesionale, qoftë me gradat që ato kanë. Dhe situata e rendit është kjo që është pikërisht për shkak të mungesës së profesionalizmit të këtyre njerëzve. Kriteret në ligj për emrimin e drejtorit përgjithshëm apo strukturave drejtuese të policisë janë vënë pikërisht për përputhur meritën, profesionalizmin me pozicionin e punës. Momentin ku këto 2 komponentë nuk përputhen me njëra tjetër, sigurisht do të kemi këtë nivel sigurie që sot kanë gjithë shqiptarët. E ka dëmtuar punën e policisë, është bërë një pengesë në performancën e policisë, në besueshmërinë që policia duhet ketë tek qytetarët, në autoritetin që policia duhet ketë tek qytetarët, gjithë kjo luftë tek e fundit politike, apo po themi ligjoro-politike që është bërë me Ministrinë e Rendit, me ushtrinë her pas here edhe në rastin e trafikut të drogës? Besimi i qytetarëve ndaj policisë nuk fitohet duke dëgjuar atë që prodhon Komisioni Hetimor. Fitohet me punën e policisë shtetit. Nëse policia e shtetit është profesionale në përmbushjen e detyrave të veta, sigurisht që gëzon besimin e publikut. Ne sot kemi një polici jo profesionale dhe jo për shkak të rezultateve të Komisionit Hetimor apo deklaratave për shtyp të
Partisë Demokratike, qytetarët sot nuk gëzojnë besim të kjo policie shteti, sepse policia nuk është në këmbë në luftë ndaj krimit, sepse qeveria i ka graduar në pozicionin më të lartë drejtuese të gjithë personat që kanë qenë të lidhur me krimin. A duhet etiketuar e gjithë policia si jo profesionale, si e pa përgatitur, si e pa zonja për të ruajtur rendin për 2-3 emra? Absolutisht jo. Se ndoshta po bijem në grackën e... Absolutisht jo. Kjo është dhe arsyeja pse ne kërkojmë të hetojmë. Ne hetojmë dhe individualizojmë përgjegjësinë e gjithë secilit. Pra ndajmë se cila është ajo pjesë profesionale e policisë që nuk duhet prekur dhe cila është ajo pjesë që për shkaqe se kanë qenë numërues Partisë Socialiste apo kanë bërë një shërbim ndaj Partisë Socialiste, sot janë graduar në funksionet më të larta drejtuese të policisë shtetit. Ne deklarojmë që nuk kemi dakord me këtë polici shteti, por jo se atakojmë të gjithë policinë e shtetit. Policia e shtetit është një strukturë profesionale, tek e cila është investuar për vite me radhë, dhe ne kërkojmë pikërisht këtë, të ruhet pavarësia nga politika e policisë shtetit, të ruhet profesionalizmi në policinë e shtetit, të ruhet meritokracia në policinë e shtetit. Këtë nuk e kërkojmë për interesin e opozitës, këtë e kërkojmë për interesin e qytetarëve. E kuptoj, ndërkohë betejat të tjera ligjore për mbrojtjen e institucioneve, her pas here opozita Partia Demokratike e ka një ndër argumentat e saj kryesor, beteja për të mbrojtur institucionet ligjore nga kapja që po do të bëj mazhoranca. Në fakt është një akuzë dëgjuar historikisht nga opozitat, edhe ajo dje, edhe kjo sot, e akuzojnë mazhorancën për kapje të institucioneve të pavarura, përveç betejës që u bë për ILDKP-n. Çfarë do të bëni tjetër dhe cila është ankesa tjetër e Partisë Demokratike për kapje të institucioneve të pavarura? Aktualisht ne kemi në shqyrtim në gjykatën kushtetuese çështjen për shkarkimin nga detyrat inspektorit përgjithshëm të ILDKP-s dhe emërimin e inspektorit të ri të ILDKP-s, një procedurë haptazin kundërshtim me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Sigurisht që ka një tendencë të fundit të kësaj mazhorance për të zhveshur Presidentin e Republikës nga gjitha kompetencat që ai ka në përputhje me statusin dhe rolin e vet kushtetues. Partia Demokratike do të ndërmarrë çdo hap për të mbrojtur institucionet e pavarura. Këtë e bëjmë sepse jemi të bindur që ndarja e pushteteve dhe balanca midis pushteteve është modeli i duhur qeverisës. Përqëndrimi i të gjitha pushteteve në dorën e kryeministrit apo një mazhorancë të caktuar politike, sigurisht që nuk flet më për demokraci parlamentare, por jemi përpara rastit të tiranisë parlamentare. Ne këtë duam të frenojmë. Duam të frenojmë përqëndrimin në duart e një mazhorancë të caktuara të gjitha pushteteve. Kjo sepse dëmton dhe shkërmoq gjithë shoqërinë shqiptare. Përqëndrimi në duart e kryeministrit i gjithë pushtetit sigurisht bëhet mjet dhe mënyrë abuzimi ndaj drejta e lirive themelore të njerëzit. E kuptoj, megjithatë zoti Bardha mendon që po harxhohen shumë energji si nga politika në parlament në përgjithësi, por absolutisht edhe nga opozita në gjithë këto beteja, duke marrë parasysh që një nga kërkesat kryesore edhe thelbësore të shtetit ligjor shqiptar është funksionimi i drejtësisë. Akoma nuk ka pasur një argument, një kërkesë të artikuluar mirë për të filluar një herë mirë reformën në drejtësi me bashkëpunim nga të dyja palët. Ka pasur disa tentativa, disa iniciativa të Ministrisë Drejtësisë, por që duket që nuk janë thelbësore. Kur do të bëhet bashkë politika shqiptare? Edhe nga duhet ja nisi me drejtësinë? Partia Demokratike ka qenë dhe vazhdon të jetë dakord që ka nevojë për një reformë në sistemin e drejtësisë. Reforma në sistemin e drejtësisë nuk është një temë që preket sot, ka qenë një temë që është diskutuar edhe më parë. Çfarë ka kaq të vështirë? Ne kemi patur vizionin ton të bërjes së reformës, kemi bërë reforma që kanë përmirësuar eficiencën në sistemin e drejtësisë, kemi qenë kryesisht përqendruar në rritjen e transparencës, duke menduar që transparenca është mjeti i duhur për të shëruar shumë plagë që ka sot sistemi i drejtësisë. Megjithatë, piknisja e reformave duhet vijë nga ato që janë në qeveri. Duhet jetë qeveria, ajo që do të thotë vizionin e saj se çfarë kërkon të bëj me reformën në drejtësi. Jo vetëm me reformën në drejtësi, po me reformat në gjitha sektorët. Ne sot jemi përpara faktit që kjo mazhorancë nuk ka artikuluar asnjë ide të qartë se çfarë kërkon të bëj me reformën në drejtësi, apo çfarë vizioni ka ajo për të reformuar sistemin. Partia Demokratike është në pritje të mazhorancës. Jo, ne kemi shprehur vizionin ton, gjatë qeverisjes ton ka patur një strategji ndërsektoriale të reformës në drejtësi, e hartuar nga qeveria nën asistencën e
ekspertët e Bashkimit Evropian, ka qenë një strategji e gjithë pranuar nga ekspertët e Bashkimit Evropian, e kemi vënë atë në zbatim. Kjo strategji ka përfunduar afatin e vetë në 2013, jemi në qershor, mazhoranca duhet kishte miratuar strategjinë e vetë për reformën në drejtësi. Sigurisht që bërja e reformës e gjitha bashk do të bëhet dhe duhet bëhet nëpërmjet një sistemi bashkëpunimi ndërmjet opozitës dhe mazhorancës, kjo për të siguruar qëndrueshmëri të reformës. Megjithatë, deri në këto moment ku ne flasim, ka vetëm një tentativë për ta natemuar sistemin e drejtësisë me qëllim kapjen e tij, por asnjë ide të qartë dhe asnjë vizion për reformë në drejtësi. Do të bashkëpunonte Partia Demokratike me çdo lloj varianti që do të ofronte për diskutim qeveria? Ne kemi bërë të qartë që ndryshe nga opozita e djeshme, do të jemi përkrahës dhe çdo reforme që afron Shqipërinë me standardet e Bashkimit Evropian. Nuk do të kemi kurrë rol bllokues në asnjë reformë që e afron Shqipërinë me standardet e Bashkimit Evropian dhe jemi gati ndërmarrim çdo reformë dhe të bashkëpunojmë për çdo reformë të kërkuar nga Bashkimi Evropian. Ju nuk mendoni që reforma për ndarjen territoriale administrative bashkonte Shqipërinë me Bashkimin Evropian, që nuk u bët pjesë e tryezës bisedimeve? Reforma administrative territoriale nuk ka qenë kërkesë e Bashkimit Evropian. Ne kemi kërkuar të bëjmë pjesë e kësaj reforme, kemi kërkuar që kjo reformë për shkak të impaktit që ka më të gjerë se sa ndarja administrative, por e gjithë procesi i reformës së decentralizimit pushtetit vendor duhet të jetë një reformë që duhet bëhet bashk. Pati një ftesë të kryeministrit, pati një përgjigje të kryetarit opozitës që ishte gati për të bashkëpunuar për kryen e një reforme të gjerë të decentralizimit pushtetit vendor dhe pati më pas një tërheqje nga ana e kryeministit, cili tha, po ne do dëgjojmë për reformën do ta bëjmë ne. Ne nuk mund të bëjmë pjesë e një reforme apo e një tryeze kur thuhet që do të dëgjojmë mendimin, por vendimin do t'i marrim ne. Ky nuk është bashkëpunim, ky është diktat i vullnetit shumicës. Kishte besim Partia Demokratike që mendimi i saj mund të ishte aq imponues për kryeministrin sa të bënte që të pranonte edhe variantin e tyre që nuk u ul as në tryezë? Ne mendojmë që mendimi jon është mendim i vlefshëm dhe këtë nuk e themi ne, kanë thënë edhe ekspert të ndryshëm ndërkombëtar që duhet patjetër mendimi i opozitës për reforma të rëndësishme, siç është dhe reforma administrative territoriale, por ajo që ne besojmë është që kjo mazhorancë ka treguar, vazhdon të tregojë dhe besoj se edhe në të ardhmen do ta shfaqi që nuk është e prirur për të pasur konsensus apo bashkëpunim me opozitën. Ka bërë çdo përpjekje për të bërë çdo akt konsensual të arritur deri në këtë moment me opozitën, qoftë kur ishte në opozit, qoftë kur ishte në mazhorancë. Mjafton të kujtojmë që akti i parë që ndërmori si qeveri ishte të prishte konsensusi që ne kishim arritur për statusin nënpunësit civil. U ul në qeveri dhe një javë më pas prishte atë që ne kishim arritur bashkë. Pra nëse ne do ulemi, do bëjmë reforma dhe më pas nën forcën e kartonit, kjo mazhorancë do t'i ndryshojë ato sipas vullnetit dhe tumorit vet, atëherë nuk është e mundur që opozita të investohet. Nuk e keni artikuluar më çështjen e administratës publike? Ne kemi artikuluar çështjen e administratës publike dhe do të vazhdojmë ta ndjekim për ta përmbyllur gjithë paketën. Ta ndjekim me hapas hapi këtë çështje. Ka një vendim gjykatës kushtetuese, ne jemi në pritje që mazhoranca të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Në momentin që është shprehur gjykata kushtetuese, ne nuk mund të ndërmarrim më, nuk kemi të paktën betejë ligjore. Sigurisht që betejë politike vazhdon, ne çdo ditë i kërkojmë mazhorancës të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese, të mos politizojë administratën publike, të zbatoj parimin e meritokracisë në punësimet në administratën publike, sikundër kërkojmë me forcë rikthimin e të gjithë profesionistëve të larguar nga administrata publike në vendet e punës tyre. Faleminderit që ishe me ne, zoti Bardhi. Sigurisht që këto janë çështje që mund të diskutohen edhe shumë më gjatë, duke marrë parasysh gjithë interpretimet mbi pikpamjen ligjore të gjithë këtyre argumentave që politika her pas here i përdor. Gjithsesi unë të falenderoj, ne munduam të shpjegonim një pjesë të tyre. Mos harroni, edicioni qendror i lajmeve mbaron këtu, por ju mund të informoheni në çdo kohë. Mjafton të vizitoni faqen tonë të internetit, e lexoni Ora online, adresa është e njëjta, oranews.tv është faqja jonë e internetit ku mund të lexoni të rejat më të fundit dhe të ndiqni edhe programet tona të drejtë për drejta. Ne kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.